shqetësoj veten, s'kam kështu. Ti son që shumë vonë herë dhe ti më. Me flej. Po ishim këtu, me Romirit. Ke nejtë, se për qenë aty ishim qenë. Sa Jo, ke nejtë? Ka nejtë deri sa krijova unë një 10 sekondë për Instagramin, që të bëhesh aktiv, duke i ra me kokë xhamit. Po pastaj kam atë rutinën në banjo, unë ndarën e fytyrës këto që më zjat i çik. Ti dhe futja me kokë. E kam bën njët. Njënë brinjë e kam thy, po du me thy brinjën tjetër, se ndoshta... Ma dhe mirë se. Bësh aktiv. Po, fërkojnë barku njerëzit, se aktiv vetëm haters ati ndjekin në rjetet. Njeri që ka punë, s'ka ko me pa rjetë. Tani po bëj një podcast për të rinjt, njerëz si ne. E drejton ti? Shqyqy që pash një person tjetër me damar në duar përveç me jo Nga këtu. stërvitja. Këtu. Shqyqyr. Edhe shokun tat, po unë jam çun. Çunat e kanë, Shqyqyr po që gocat pash janë. një gocë Jo të gjitha tjetër. kanë. Shumë. Se unë i kom gjitha nej. Nga stërvitja që e vogël. Po, kur bën Edhe sport unë që e po, vogël. e kam. Unë i kam bën. Se kom problem kur du me Edhe analizat. unë, direkt, ja. Puf. Edhe po thëshën? Po një podcast mbi ftoj kështu njerëz që janë të panjohur Okej. dhe që bëjnë diçka, kanë iniciativa private, kryesisht biznese të vogla. Okej. Edhe bisedojmë me ata, është më këndshme. Sa është kozjatja? 40 minuta, 50 minuta, varet domethënë nga tema. Po, E ke fillu? Po, e kam fillu. Edhe lash për gjys. Apo të ecën mirë me pritshmëritë tuaja? Jo, nuk po ecën që të ketë shikueshmëri shumë të lartë, sepse duan skandale. Bën një gjë që është edhe në shërbim të Po, komunitetit. fiks, për ato e kam nisur. Domethënë jo për të Dhe bërë shumë mirë. klikime, se duhet një gjë e tillë. Duhet. Dita të kecepit të tre. Rifemi ditat. Më kap një përveshër se kom flok të gjallë. Sigur që bën viral, po unë nuk isha aty qëllim se... Jo, mu më pëlqen shumë që bën këtë gjë, se ka shumë pak njerëz që edhe televizionet kanë rënë në një batak klikime që më ngren nerva, domethënë. Duke shpike, duke saju, budalliqe. Shikon në TV5 të francezit, ka vetëm gjëra edukative. Po, këtu s'kam më tash, është bërë. Edhe në Amerike, për shembull, edhe në Australi ke programe goxha, këto që janë pa pagesë, që janë shtetërore, si thua. Se duhet me e majtë. E disa i mirë është televizioni shqiptar, më ka në ndodhur... këtë kuptimin e programacionit, të programacionit, ka pa fund. Shumë shpesh e letë të vëshëja dhe ka shumë gjëra edukative. E kanë me detyrim ligjor ata, po. Ka dhe i problem, se si shko trendi, edhe televizioni nga herë, nga ana financiare nuk ka faj, sepse do mori sponsor, vis, e kanë krijuar, unë mendoj që e kanë krijuar qëllimisht, po, s'ka mundësi. Jo, që është e kriju me në gjithë botën propaganda se ku du në miqu njerëzit, ose ai filmi, Idiokraci. Po. Ashtu du në më në po. Gjithë shka është e rrotulluar rreth asaj. Zombis. Bëj njëri unë zombi. E pastaj thonë fund ditës, thonë jo po nuk shikohet, po si hiqe ti ato vulgaritetin. Dhe s'ka ku e shefe? Qa do shofja i tjetër? Do shofja ato që do japësh, s'është nuk shikohet. Hello. Jemi. Kisha me ta marrë këtë, me ta qutë dhoma, pastaj ta shteri se e ka lënë... Skëndermeu me të udhën. Asaj bukur, po kush e ka këtu? E ke ti? Është një vajzë janë të fortit edhe me këtë vajzën që... Shumë bukur i ka bërë. Shumë bukur, edhe me thënë drejtën e ke bërë bravo. goxha reklam këtu se ne si kishim parë. Unë kam shumë kohë që e Ka dhe përdorte. kapelet me Skënderbeun, Ali Pasha Pelena. Bravo, që ka shumë kreative. Po dhe ngjyra që ka përdorë, sa bukra. Shumë. Nuk kam bëj unë thjesht më pëlqejnë gjëra dhe unë s'kam bëj me ta. Flas do me thënë që i ke dhe një vizibilitet. Ullëm të të marrë lepër. Jo. Po nuk du më ullë më burë. Po të ripët me pëqim më vetë? Nëse do marrë leprin originalet. Do marrë atë. Po. Bravo, ja kështu njerëzisht, të gocën për shumë të aftojun në podcast. Derina, shumë interesant. Këto që ka bërë këto, shallat. Këtë të iniciative dhe kështë. Derina është nëllë.
Blerina është e njohur o gocë, unë them njerëz pa njohur. Blerina. Njerëz që kanë dëshirë të promovojnë çik veten. Po disa ka, pa fund të rinj që çfarë bëjnë. Gjëra shumë interesante. Unë kur vi edhe më bëhet zemra mal kur shoh me vërtet të ri që i takoj rastis në ambiente të ndryshme që janë pozitiv, janë sinqerë. Kanë iniciativa. Në zemër po duket nga që këto karafilat janë shumë të zhurmshëm, edhe duket sikur janë shumë, po s'janë. Fatmirësisht. Fatmirësisht nuk janë. Po, shumica janë këta që punojnë. Ajo është e vërteta. Edhe duhen me i bëj gjona. Po, ata janë shumica. I vlerat. O shepo, edhe ajo kapela me Skënderbeu në shet fortëve. Shumë e bukur. S'kesh kënga ime. Pas ka dal? Kur prisje ti? Për çfarë bën ti për festa familjare? Ka bërë për një sirtar. Unë priset. Faleminderit. Ua, po ç'ne? Hiqeni. Nga që tani është momenti sot. Urim. Ja, surprizë bravo. Dhe djel. Sa është data 9 maj. Po. Një sekundë sot të kënduj shoqja ime. Një sekundë, mos fol. Është kënga re. Ç'ne? Që ka vendosur shefi, menaxheri. Po bra. Po mirë e ka bërë, se është momenti mirë. Se ke viralitet, vizibilitet, tani nga ferma. Edhe kjo surprizë. Se unë kam pyet, ka thënë jesë shko. Kalu po ala, ti ka 2 muaj më. Ç'ne? Edhe meritë marhabika, hajde. Po pra, është era parë. Jo, mi shumë e mirë që nga. Bravo. Klipin e ka shumë bukur, po ç'ne? Ti pas ke po dhe klipi, ç'ne thot? Shë muzika e marum edhe me klip dali. Po pra. Ka dalë dhe klipi. Po pra, i bie që pas ka dal Ti klipi. të mund dali një kohë, që asa kam gluar si po një po jetë, ti e po gati. Shumë e bukur që e ka. Shumë e mirë. Mos me dash me ta dhën shansin, të kisha bo blok. E njoka makinë të shkuan e për. Po, për një. Të zbret logarat, se s'du me hynë të nejnë. Jo, tyre sy sikur ba presin copë bisha. Po pra! Në që e ma e bukur shkoj një logarat. Po. I love it. Thanks, man. Ky Eli më surprizon më ky menaxheri, I don't know. Edhe Veç kur imi. Përshëndetje. Bravo, uri. Urime. Faleminderit. Urime.